Kështë menu për shambull në erë me përdor TikTok-ën si një lloj trampoline për shambull me u fut në televizion ose në muzikë ose e ke menu, se zakonisht është një trampolin shumë e mirë me e kalu me qenë se kryon një audiencë dhe ku shkon e kip mrapa vetës disa njerës që dojnë edhe të pëlqejnë. Për muzikën po shef, për së më shka zonë. Çfarë zhoni kështë kënu nëse me si shëv? Po, kësh me këshirë vetet edhe që pak vujnë edhe për dashni, e jenë ato lipnuse, na janë kështë kongë dashnis, edhe kështë me i felet. Ti, me gjithë nuse, mas qësaj, problem e ki, nga qa po të Ta roba, ja, keni me po tjetërën protestën, jem të lipnuse. Okej, nusen, shqiptare, apo bën edhe, më konë edhe amerikanë? Ja. Vetë shqiptare. Anglisht a folj, po? Po, për shemull, së një u këthej prëndve shpinën. Për shemull, se e di bobe jam që ka hup, që ka lon për mas, për mund qitë mund në Amerikë, e për shemull, të ashtë në më shku me morë në Amerikona, në kanë tjetër, e di që i kësha lëndu prëndë e mi, edhe se bëjat se. Edhe pse dashnia nuk është që, kur të bjen dashnia, për që ata nuk delas me shok me pi kafe. Kështu që është dashnia në pytje, janë ato ndjenja dhe ato flutra të markë. Po veç datë me ditë, adin edhe ku që shtek. Oke, du me thonë ti e ki me mendimet e kjarta. Oke, unë i ku marë disa letra ndorë, dhe realisht është një ndërlojat më të preferume të emisionit Ftohtë të Nxehtë, që njerës të klikojnë edhe pëlqejnë. Në këtu kemi disa kafsh të ndryshme, që unë e ti kena me e sfidu një një tjetërin kush po fitan.